بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok dhe rival, edhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnikët dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Në ligjëratën e kaluar kemi marrë disa çështje në lidhje me agjërimin si plotësim I dispozitave që kanë bëjnë me agjërimin, dhe më konkretisht në ligjëratën e kaluar kemi marrë se çka janë çështjet mekruhate apo jo të preferuara gjatë agjërimit, duke I pasuar me çështjet që janë mustahabate apo të preferuara në agjërim, edhe kemi cekur prej tyre shpejtimin e iftarit, vanimin e syfyrit, apo më gjithësisht me ngrënë syfyrit, se fillimisht ngrënia e syfyrit është bereqet. Ngrënia e syfyrit është shenjë dalluese mes agjërimit tonë dhe agjërimit atyre që ishin para neve, e masandej dhe shtyrja deri në momentet e fundit, gjitha këto ishin prej sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke jashtëuar atë se sidomos te iftari ka dua të veçanta, qoftë njeriu për vete pasi që të bën iftar, apo nëse han iftar dikon tjetër me bab dua për ata që e kanë përgatitur iftarin dhe I kanë ngositur në atë iftar e kështu me radhë, edhe jemi nal në meselën se prej suneteve të agjërimit është që njeriu, domethënë nëse ka pas arsye me e prish ndonjë ditë të agjërimit, atëherë është sunet që me shpejtu, me e agjëru me njëherë në mundësinë e parë që I vije, edhe mundësisht me kona I agjërim, dhe më thonë një pas një, dhe mos me ndërprej një ditë, pas të ndej pushim, apo një javë pushim, mas ndej ditën e dytë e kështu me radhë, po sunet është mundësia e parë që t'jepet me e kry këtë obligim, edhe dyta me konë kjo obligim, dhe më thonë bashkangjitur njëra pas tjetërës. Dhe kemi thonë se për çka është sunet se realisht borxhin e krymë më shpejt. Dhe thjesht ajo që ti e ki obligim, edhe të mbetet obligim, edhe pas vdekjes, faktikisht nëse e kryen se më shpejt, është më sevap se borxhin e ke kryer më shpejt. Kjo është e para. E dyta, pse është më mirë dhe pse sunet, është se I largohemi mos pajtimeve dietarëve. Se ka pej dietarëve që kanë thonë është obligim mu agjëru ditë e kaluara të Ramazanit, të cilat I ke prish për ndonjë arsye të pranuar sheriatike, është obligim mundësinë e parë që t'jepet me agjëru edhe atë të radhazi pa ndërprej. Tash përderisa nuk ka argument për mendimin e tyre, përkundërzi argumentet qëndrojnë në atë se nuk është obligim, se kemi cekur të çështja e Aishës radhiyallahu ta'ala anha se ka nxonë muaj Shaaban, I cili është para Ramazanit, si ka agjëru disa ditë të muajit të Ramazanit të vitit kaluar, që nënkuptohet, ajo ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka jetuar me ta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë se çka po ndodh, edhe ka ditë se I ka mbeten duhet ditë mundësia është shumë e madhe, s'po them 99.99%, po 100% ndoshta që pejgamberi sa më ka ditë
gjendjet sajna, edhe një farformi ja ka përru që kuptohet se realisht nuk qenë ka obligim pa tjetër me njëherë me agjeru këtë ditë. Mirë po mëshe me shty deri në Ramazanin e ardhshëm, për shkak kësaj që Aisha ka vepruar kështu, edhe e dyta se nuk është obligim me agjeru ditë një pas një, e kemi cekur, domethënë kur e ka komentuar Abdullah ibn Abbasi, fa iddatu min ayamin ukhar, me kompenzu me ditë tjera, ka thonë nuk ka dert me nda ato ditë. Pra thjesht treguohet për Ibn Abbasit se kur e ka komentuar këtë ajet ka thonë nuk ka dert me nda ato ditë. Mirë po them ka një dietarë që thonë është obligim me herë edhe obligim radhazi me agjeru ato ditë. E mendimi më i saktë është sunet. Pra çka sunet thonë që me ik xhilafit edhe mos pajtimeve të dietarëve, edhe arsyeja e tretë se pse thonë është sunet është se thonë kjo një farforme çështja e agjerimit i cili është kompenzim i përgjason agjerimit i cili kryen kohën e vet. Pra ashtu siç duhet njeriu me agjeruar një pas një ditë kur është në Ramazan, duhet me i përgjasu edhe kompenzimi, domethënë në këtë formë, që me kon pa ndërprej edhe me kon me njëherë ashtu siç kryhet obligimi, domethënë gjatë Ramazanit. Jem duke folur për të nderuar për ata persona të cilët për arsye të pranuara shariatike e kanë prish në ditë Ramazanit, ose ka qenë udhëtar, ose ka qenë i smut, ose ka qenë gruaja domethënë me arsyet e veta, edhe e kanë prish, atëherë siç ndron puna pasi që të kalon Ramazani, pra thjesht është sunet që me shpejtu edhe mundësisht me agjeru radhaze që me kry këtë obligim, me ikë për mësimeve vajtimeve dietarëve, edhe që ky domethënë kompenzim i përgjason domethënë agjerimit që kryhet në vaktin e vet. Çështje tjetër që kanë cekur tash tek kjo mesele kanë qenë se tash sunet është me shpejtu, të lejohet me vanu deri në Ramazanin e ardhshëm, mirë po me kush që në qofë se i ki 5 ditë për shambull, edhe të kanë met 5 ditë të Shabanit, atër tash të bëhat farz me agjeru se s'ka më ditë. Se për ndryshe, pa rësuje me nëzirë ditë e Ramazanit, që i ke pas pa agjeruara, me timëria Ramazani i dytë, dhe më thonë është e ndaluar, edhe pse thonë është ndaluar, thonë pikrisht me çatë rastin e Aishës, se Aisha ka shpejtu me nxon këtë ditë që mos më nxon Ramazani i ardhshëm. E një prej argumenteve marrin fjalën e Aishës edhe veprimin e Aishës se Aisha, domethënë ka shpejtuar dhe ka vepruar, domethënë në kohë që mos më nxon Ramazani, domethënë i ardhshëm ditët e Ramazanit të kaluar, edhe argumenti i dytë se është haram me shtyje mos me të nxon Ramazani i dytë, ditë të agjerimit Ramazanit parë, thonë është si puna namazit. Ashtu që lejohet tyje me falë për shembull namazin e drekës derisa të koha i këndis. Thjesht ashtu duhet me qenë edhe agjerimi, që thjesht lejohet tyje nëse s'ke mujt me agjeru në kohë vet, me agjeru derisa të vjen domethënë Ramazani tjetër. Për ndryshe, nuk lejohet njeriu pa arsye me nxjerr për shembull vaktin e drekës me falë një kindi. Njëjtë nuk i lejohet besimtarit që me nxjerr ditë Ramazanit të kaluar pas Ramazanit të dytë. Mirë po, qofse njeriu e bën, edhe thjesht kjo ndodh shpesh, e sidomos te gratë, se ato zakonisht domethënë ndoshta në këtë aspektin pak më të sprovuara se domethënë kur janë në ciklin mujor, apo lehoni, apo gjithdhënia, apo shtatzani, e kështu me radhë, e prishin. Edhe thjesht tanshi mas Ramazanit, kur njeriu agjeron vetën, shpesh e gjon pak vështirësi me agjeru. Nuk është me agjeru njëjtë si kur agjeron këtë shtëpia, si kur agjeron këtë në veç vetë. E sidomos qofse të mbledhen ditë këllabllak, ndoshta domethënë ka ndodhje ka smut 20 ditë, ose gruaja ju ka bashkuar domethënë edhe udhëtimi, edhe domethënë çështja e ciklit menstrual, kanë shkuar 15 ditë, 20 ditë, tash ja nis ka pak me lënë sa të nazhavet kur të sheh Ramazani tjetër i erdh. E këto duhet me të rregull vetën se cilët person që kjo nuk është çështje loje, kjo është çështje adhurimi.
edhe nuk po flasim për disa çështje që janë më dytësore në fenë tonë, po flasim për ato që janë bazike, shtyllat fesë islame, namazi, agjerimi, zekati, haxhi, realisht këto janë shtyllat e fesë tonë, me këto nuk duhet me pas neglizhencë dhe me thonë hajtë se e bojnë, hajtë se e kryjnë, hajtë se agjerojnë me kështu me radhë, se realisht na Zotin e ka kriju me adhuru Zotin, jo me hongër me pije dhe thjesht më kënaq këtë dunjak. Po këto janë vjetët që njeriu me mbjetu dhe me vazhdu jetën, mirë po esenca është që njeriu me adhuru Allahun azza xal, e pe adhurime më të mira që në bazë të adhurimit është namazi, është agjerimi, zekati e kështu me radhë. Pra thjesht nuk duhet njeriu me neglizhu këtë punë edhe me amri Ramazanit tjetër pa ja agjeru ditë Ramazanit të kaluar. Mirë po qoftë se ndodh, çka duhet? Thojnë dietarët duhet që njeriu të e kompenzon atë ditë. Për shembull, në kanë zonë Ramazanit dytë i kanë mbetë 4-5 Ramazanit të parë. Se të kryet ky Ramazanit dytë duhet me agjeru ato ditë të Ramazanit të parë. Kjo është e para. E dyta ka pe dietarëve, dhe më thonë që kanë thonë që duhet përveç kësajna edhe shpagim, dhe më thonë si formë dënimi, për shkak se e ke nxjerrë pa arsye, dhe më thonë në Ramazanin e kaluar, apo Ramazanin e parë, dhe ta kam rri Ramazanin e dytë, aty akoma nuk e ka kompenzuar atë, nga se kanë ardhur, dhe më thonë, prej sahabeve të ndryshme, dhe më thonë prej Abdullah ibn Omerit, prej, dhe më thonë, Aishës e disa tjerëve, që realisht kanë thonë që duhet përveç kompenzimit me agjeru ato ditë edhe shpagim. Edhe pse ka pe dietarëve që thonë nuk ka nevojë, dhe më thonë shpagim, po mjaftohet me kompenzim, mirë po në qoftë se e bën pa arsye, ti nxon Ramazanit dytë, ato ditë e Ramazanit parë, dhe nuk e ka agjerue, para se ka me shkun kompenzim, para se me shkun shpjegim, punë e parë që duhet me pas pendim të Allahu azza wa jall, nga se e ke bo një mëkat të cilën nuk e pas arsye, dhe thonë me bo atë. Çështje tjetër që kanë cekur dietarët është qoftë një njeri ka pas ditë të agjerimit të Ramazanit kaluar. Po thojmë që ka mri Ramazanit tjetër, mirë po ka vdek pa ardhur Ramazani i dytë, e agjeru s'ka. Ka qenë Ramazan, s'ka mujtë me agjeru 5-6 ditë, dul në Bajram, ka pas mundësi me agjeru, i ka neglizhu, hajtë se ka ko, pa ardhur Ramazani tjetër veç ka vdek. Tash çka është meselja këtu? A duhet dhe më thonë me agjeru për të? A duhet me shpagu për të? A çka me ba? Dhe më thonë, tem me dhejbi Hanbeli, dhe më thonë qoftë se një njeri, dhe më thonë me arsye, për shembull, konë smut në Ramazan, mas Ramazan i ka vazhdua e smundje dhe hales s'ka mujt dhe më shërua dhe vdeq, pasaj smundje, kjo është i lirë, se s'ka mujt në Ramazan, s'ka mujt jashtë Ramazan, këto nuk jem duke folë për të. Kjo s'ka kur farë dhe më pasoja. Mirë po në qofë se ke qeni smut, ose ke qeni në tharë, e mas Ramazan t'i eshnosh, ose je këty në shpe, edhe prap e ke lanë në zgja dhe ne ke neglizhu, e ke vdek, ke dalë në rrugë, apëto në zotë e din, apëto në njerët del për shpije, s'mon në këthejet e kështu më radhë, edhe ka vdek, mirë po ke pas ko me e kry këtë punë, se ke ba, atër qka me ba? Ti të kanë me disa ditë bërqë. Dhe më thonë, ka pe i djetarë, thash me dhejbit Hanbelije, që këta thojnë, dhe më thonë që me shpagua për të, jo me agjeru për të. Nga se ata e kanë një regull, thojnë se obligimet ndalojnë, nuk jenë këtë një shkallë. Atë që ta ka obliguar Allahu azza wa jall vetë direkt për mes Kuranit dhe Sunetit, është me e fort se ajo për shembull që ti ja ke obligue vetës tënde. Për shembull ti je zotu që ke agjeru nëse ndodh një mirë apo një sukses në jetë. Tash edhe kjo të bëhet obligim se pejgamberi sa më ka thonë kush do të thonë zotuat me ju bind Allahut azza wa jall, le të bindet por në formë urdhërore, se ke pas obligim, ja ke vënë vetë obligim, atëherë bëhet farz. Mirë po s'janë dytë në farzet në saj.
Nuk është si farzi që ta ka bë obligim Zoti, si ky farzi që domethënë faktikisht e ke bë obligim vetet. Edhe pra të bojnë këtë dallimin dhe thonë të këtë çka Zoti ta ka bë ty obligim, këtu nuk ka domethënë me ta kryej dikush edhe zaventsim. Ashtu siç s'ta kryen namazin kërkosh, as agjerimin domethënë nuk ta kryen askush, mirë po domethënë ata thonë përderisa ka pas mundësi edhe nuk e ka bë këtë punë, ka vdek, me agjeru për to s'agjerohet, mirë po kanë thonë domethënë që me shpague për të domethënë nëse ka pasuri pej pasurisë tina është obligim, e nëse s'ka pasuri s'kalon kurfar domethënë trashëgimie, atëherë nëse don dikush me kryer atë punë, e kryen në formë vullnetare, për ndryshe domethënë nuk ka kurfar obligimi. Mirë po, te ky dallimi që po e bojnë Hanbelit mes atij adhurimit që ka obliguar Allahu Azza wa Jall edhe atë që ka qenë zëtim, kur të këshosh argumentet, realisht për dyjat ka ardhur hadith. Ka ardhur për shemb një grua ka vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka thonë se nona ime është zëtu që me agjeru mi po ka vdek, a bën me agjeru për të. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në farforme, çush është puna e borxhit, me kam pas borxh, ai kishte paguar ti borxhin, po atë borxhi Allahut azza wa është më parësor me kryje për të. Dhe ka urdhëruar me agjeru. Mirë po ka hadith përgjithshëm që ai i cili vdes edhe ka mbetur diçka prej borxhit të agjerimit, le të agjeron dikush prej trashëgimtarëve tina. I dytë është më i përgjithshëm. Domthonë nuk e cakton as vetëm agjerim zotimi, që shka ajo gruaja që ka pyet, domethënë që është agjerim i zotuar, e kjo dyta thjesht vonë përgjithshme për agjerimin. Këta Hanbelit thonë ky hadithi që është i përgjithshëm, domethënë e ka fjalën për agjerimin, i cili është vetëm zotim, dhe vetëm për të mundesh me agjeru. Për ndryshe kaluat në shpagim se kështu kanë ardhur domethënë nga sahabët e pejgamberit sa, sidomos nga Abdullah ibn Omeri sa i ka dhënë fatva të tillë. Mirë, por kur tek qysh domethënë meselën e me shoshit, dorën zemër, ndoshta domethënë që pavarësisht a ka qenë agjerim Ramazanit apo ka qenë agjerim zotimi, qofse thjesht e ka pas farz me agjerue, e ka neglizhu, s'ka mujt me agjeru dhe ka vdek, domethënë ndoshta mendimi më i saktë është domethënë që me agjerue dikush prej trashëgimtarëve të tina, apo qofse kjo sunet, qofse s'dojnë me agjeru ata, thjesht domethënë faktikisht kalohet qofse do me agjeru dikush tjetër për ta, ose as këtë, as ajo zbëhet, atëherë thjesht dikush domethënë kalohet në atë tretën që është një lloj, sidomos te kjo çka zotim, të kalohet domethënë shpagim të betimit. Se njeriu kur betohet edhe se mon premtimin edhe betimin, atëri ka tri domethënë zgjedhje. Ose mi ushqy dhe të varfër, ose mi ofru rroba dhe të varfërve, ose me e liru një rob. Këto trijat domethënë i kanë zgjedhje, e nëse këto trijat s'ka mundësi asnjërin me bë, atëherë kalohet në agjerim të 3 ditëve. Kështu që faktikisht nëse dikush ka është zotuar për të agjeruar, edhe ka vdekur e s'ka mujt me përmbyll këtë domethënë premtim të tina, atëherë nëse agjeron dikush prej familjarëve për të, elhamdulillah. Nuk agjeron, atëherë nëse kalon pasuri, është mirë që s'pauko domethënë mi ushqy dhe të varfër, ose domethënë me i vesh dhe të varfër, që në farforme me e paguar atë zotimin i cili përgjason domethënë thash edhe betimit që e bën njeriu. Kështu kanë thonë thash dietarët, sa i përket sidomos agjerimit domethënë i cili është zotim. Për ndryshe, thash ai agjerimi i cili është farz Ramazanin, nëse se ka agjeru, ka shumë prej dietarëve që thonë realisht nëse ka vdekur, atëherë ai nuk ka nevojë dikush me agjeru për të, mirë, po mjaftohet me kompenzim. Të çështja e zotimit, masi veç kam folur për punën e haxhit, edhe punë tjera domethënë që njeriu o zotu që ka me shku në haxh, e s'ka mujt me shku në haxh, ose o zotu me bët itikaf, e s'ka mujt me bët itikaf, e ka vdekur,
dhe më thonë faktikisht a me ba familjarët e tina apo jo. Faktikisht qofse mund kanë dojnë me ba familjarët e tina haxhin vetë, ajo është sunet. Mirë po në qofse kanë lënë pasuri ata, faktikisht e nëzëtu që kanë me ba haxhin ose dhe më thonë ka me ba itikaf, atëherë le të e bojnë ata me pasurinë e tina, le të qojnë dikan ose në haxh me parët tina të vdekurit, ose të pagujnë dikan për me nejt një itikaf, e të ikën shpenzimet e kështu me radhë, dhe më thonë që të kryet kë obligim. Ndoshta këtu pak mesele më të koklavitura, edhe alhamdulillah për gjitha po thojmë që njeriu do të minejt gati dhe më thonë adhurimeve që sa më shpejt të i kryen, mos të neglizhon, mos të shtrym pa nevojë se nuk e din dhe më thonë kur e nxan ndonjërin prej neve vdekja, e mos vdesim, e të kemi obligime, edhe të kemi dhe më thonë hesape të pambyllura qoftë me krijuesin, me Allahun azza xal, apo me krijesat, nga se borxhi dhe më thonë është çështje mesele e rëndë, sa që nuk mbyllet edhe në qoftë se njeriu vdes shahid. Lutim Allahun azza xal që të na mësoj fen tonë, na jap sinqeritet në fjalë dhe veprat tona, të bën prej atyre që të kalojmë këto ditë në Ramazanit në adhurime, në ibadete, në vepra të mira, në dua, dhikr, lexim Kuranit, ndihmë të varfërve e kështu me radhë, dhe lutim Allahun azza xal që të na i pranon ato. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.